Horoskopi ditor, 29 dhjetor 2025, Dashi, sot bashkëpunimi vjen natyrshëm dhe punon në favorin tënd, Dashi. Në fillim të ditës je më i prirur të analizosh situatat, të vlerësosh opsionet dhe të marrësh vendime me qetësi. Përpiqesh të mbash gjithçka të këndshme, të hapur dhe miqësore, gjë që e bën këtë periudhë shumë të favorshme si për punën, ashtu edhe për aktivitetet sociale. Megjithatë, ndërsa dita ecën, ndikimet e tranziteve planetare mund të sjellin pengesa ose vonesa. Është e rëndësishme të ruash sensin e humorit dhe perspektivën pozitive. Nuk ja vlen të frustrohesh për gjërat që nuk shkojnë sipas planit. Shpesh, çdo pengesë ka një mësim të fshehur që mund të të ndihmojë të përmirësosh situatat e jetës tënde. Nëse po vëren dobësi ose zona të cenueshme në jetën tënde, përdore këtë ditë për t'i forcuar. Një aspekt i fortë i Merkurit me Saturnin tregon se rezultatet nuk do të jenë të menjëhershme, veçanërisht nëse ato nuk janë të shëndetshme për ty në plan afatgjallë. Ajo që duket e lodhshme ose e pakëndshme tani, mund të jetë thelbësore për të ndërtuar bazat e qëndrueshme në të ardhmen. Nëse pengesat duket se të zbresin moralin, ktheu dhe analizo situatën nga një kënd tjetër. Shumë shpesh, mësimi i vërtet që duhet të nxjerrësh është i fshehur brenda bllokimit apo vështirësisë që po përballesh. Kjo është një ditë që kërkon durim, reflektim dhe aftësi për të kuptuar se çfarë është e rëndësishme për suksesin dhe qetësinë tënde afatgjallë. Demi, sot një gjest i vogël mirësie ose një komunikim i sinqert nga një mik apo njohje mund të ketë një ndikim të madh në ditën tënde, Demi. Në fillim të ditës, bashkëpunimi dhe komunikimi rrjedhin lehtësisht, gjë që e bën këtë periudhë shumë të favorshme për marrëdhëniet sociale dhe punën në grup. Megjithatë, më vonë, dita kërkon që të ngadalësohesh dhe të bësh gjërat me kujdes. Mund të shfaqen tensione që lidhen me dinamikat e pushtetit, ndarjen e përgjegjësive dhe intimitetin, për shkak të një sfide të Merkurit me Saturnin. Circumstancat mund të duket sikur të bllokojnë progresin tënd, dhe kjo mund të lidhet me qëndrime të kufizuara ose mënyra se si po vepron në disa situata. Ky është momenti për të kuptuar ku mund të gabosh dhe për të marrë hapat e parë drejt përmirësimit. Për tani, ambicjet modeste duket se janë më të përshtatshme. Në marrëdhënie, është e rëndësishme të mos lejoni që frika të drejtojë. Nëse e bën këtë, mund të humbësh mundësinë për të afruar marrëdhëniet me dikë të veçantë. Disa situata mund të tregojnë se dikush po jep shumë dhe po merr pak në kthim. Në këto momente, kompromisi ose lënia që gjërat të qetësohen mund të jenë të nevojshme për të ruajtur harmoninë dhe stabilitetin emocional. Kjo është një ditë që kërkon vëmendje ndaj mënyrës si bashkëvepron me të tjerët dhe aftësinë për të kuptuar se ku duhet të vendosësh kufi të shëndetshëm për të mbajtur marrëdhënie të balancuara dhe të qëndrueshme. Binjakët, sot ke prirje të diskutosh ose analizosh çështje personale, binjak. Je në një fazë ku dëshiron të qartësohesh mbi objektivat brenda një partneriteti ose të kuptosh më mirë nevojat dhe pritshmëritë e tua nga të tjerët. Kjo të ndihmon të marrësh vendime më të informuara dhe të kuptosh se çfarë kërkon realisht nga marrëdhëniet dhe bashkëpunimet. Megjithatë, ndërsa dita avancon, afrohet një sfidë e Merkurit me Saturnin, dhe mund të shfaqet një zhgënjim i vogël ose një pengesë. Kjo mund të vijë nga jashtë, por shpesh lidhet me një kufizim tëndin të brendshëm, pasiguri ose dyshim. Edhe pse këto vonesa dhe pengesa mund të duket shqetësuese në moment, ato mund të sjellin ndryshime dhe përmirësime të vlefshme nëse i përdor konstruktivisht. Mund të hasësh konflikte me dikë në autoritet ose të ndihesh i irrituar nga fakti se njerëzit duken më konkurrues se sa bashkëpunues. Përshtatja e qasjes dhe shmangia e përplasjeve të panevojshme është shumë e dobishme tani, edhe pse ndonjëherë duhet të presësh përgjigje nga dikush tjetër. Sot është një ditë që të mëson durimin, komunikimin efektiv dhe aftësinë për të parë pengesat si mundësi për të përmirësuar situatat dhe marrëdhëniet. Njohja e nevojave të tua dhe kujdesi për të menaxhuar pritshmëritë janë çelësi për të përfituar nga energjia e ditës. Gaforia, sot je i fokusuar në të bërit plane që janë praktike dhe të arsyeshme, gafore.
Në fillim të ditës po menaxhon mirë kohën tënde dhe një ritëm i moderuar të shkon shumë mirë, duke të lejuar të përfundosh detyra dhe të marrësh vendime me qetësi. Megjithatë, ndërsa dita ecën, Merkuri lëviz drejt një katrori me Saturnin, dhe kjo mund të kujtojë anët negative të një plani ose t'i nxjerrë në pas shqetësimet dhe frikërat e tua. Mund të ndodhë që të ketë një moskuptim ose ndarje mendimesh me dikë tjetër. Një bllokim ose pengesë mund të kufizojë zgjedhjet e tua ose të lërë me pasiguri mbi një çështje të caktuar. Me përfshirjen e Saturnit, është më mirë të përqendrohesh në përmbushjen e detyrave dhe përgjegjësive të tua në maksimum, sesa të përpiqesh të shpëtosh duke marrë rrugë të shkurtra ose duke u përplasur me pengesat. Përndryshe, mund të ndodhë që të punoresh shumë, por të arrish pak. Kjo është një ditë që të mëson durimin, përkushtimin dhe rëndësinë e qasjes së kujdesshme ndaj detyrave dhe marrëdhënieve. Duke u përqendruar në atë që mund të kontrollosh dhe duke punuar hap pas hapi, mund të tejkalosh pengesat dhe të arrish rezultate të qëndrueshme. Luani, sot fillon ditën me pritshmëri dhe besim realist. Luani, je në një gjendje të mirë për të bërë plane, për të organizuar lista dhe për të vendosur prioritetet. Kjo të lejon të ndihesh i strukturuar dhe i përgatitur për sfidat e ditës. Megjithatë, ndërsa dita avancon, disa çështje të fshehura mund të komplifikojnë komunikimet që në dukje dukeshin pozitive. Një katror i Merkurit me Saturnin më vonë gjatë ditës mund të sjellë kritika ose një jo për një plan që ke bërë, gjë që mund të zhgënjej pak. Në këto momente, qëndrimi i qetë dhe përballimi i situatës me maturi është strategjia më e mirë. Mund të shfaqen disa dyshime lidhur me ndjenjat të fundit ose projekte që po përpunon. Por gjykimi yt fillestar mbi një situatë mund të jetë më negativ se realiteti. Mësimi nga dallimet dhe sfidat mund të sjellë avantazh. Po ashtu, pengesat dhe vonesat nuk duhet të shihen thjesht si të këqija, ato shpesh ofrojnë mundësi për reflektim, përmirësim dhe rritje. Sot është një ditë për të mbajtur qetësinë, për të analizuar situatat me maturi dhe për të përdorur çdo pengesë si një mundësi për të mësuar dhe për të përparuar. Virgjëresha, në fillim të ditës, ndjenjat e dashurisë duken të dominuara. Virgjëresha, edhe nëse më shumë është fjala për të menduar për to sesa për të lidhur me të tjerët. Socializimi me familjen dhe miqt mund të jetë veçanërisht i kënaqshëm dhe të sjellë momente të ngrohta emocionale. Megjithatë, pjesa e dytë e ditës nxitet nga një katror i Merkurit me Saturnin, duke treguar nevojën për të përballuar mosmiratimin ose vonesat. Informacioni mund të dalë në pa që sfidon mendimet e tua ose që kundërshton perceptimet e tua për një situatë. Me Saturnin ende të pranishëm në sektorin e partneritetit, një partner ose person i rëndësishëm mund të duket sikur pengon planet e tua ose të dekurajojë. Ndonjëherë mund të ndihesh se idetë e tua refuzohen pa u shqyrtuar drejt, edhe pse zakonisht ka mësime në këto eksperienca. Tërheqja nga negativiteti mund të jetë e mençur në disa situata. Qëllimi është të qëndrosh i qetë, të lidhesh me atë që është vërtet e rëndësishme për ty dhe të mos harxhosh energji për gjëra që nuk e meritojnë atë. Në mënyrë ideale, këto situata të sfidojnë të bësh përmirësime dhe rregullime dhe si rezultat, të forcojnë pozicionin tënd. Sot është një ditë për reflektim, për qëndrim dhe për të transformuar sfidat në mundësi për rritje personale dhe për forcim të marrëdhënieve të rëndësishme. Peshorja, në fillim të ditës, fitimi i bashkëpunimit të tjerëve është i lehtë për ty, peshore. Komunikimi dhe marrëdhëniet rrjedhin pa probleme, duke të lejuar të realizosh gjëra të rëndësishme dhe të ndihesh i mbështetur nga ata rreth teje. Megjithatë, ndërsa dita avancon, një katror i Merkurit me Saturnin mund të sjellë një realitet të vogël që të zhgënjen ose të përbën me një kontroll të vështirë të situatës. Çfarëdo ndryshimi që bën si pasojë e kësaj sfide mund të përmirësojë pozicionin tënd në afat të gjatë. Sot mund të ndjesh presion, si nga brenda vetes, ashtu edhe nga bota jashtë. Është një moment për të njohur përgjegjësitë e tua, por pa lejuar që shqetësimi ose ankthi të pushtojë. Lista e detyrave mund të duket e mbingarkuar, por me pak organizim dhe prioritetizim mund të gjesh mënyra për të balancuar detyrën me kënaqësinë personale.
Kjo është një ditë që të mëson menaxhimin e përgjegjësive me maturi dhe të kuptosh se disa sfida të vogla sot mund të sjellin përfitime të mëdha në të ardhmen. Akrepi, në fillim të ditës je miqësor dhe mund të shijosh biseda të këndshme. Akrep. Je i prirur të analizosh çështje emocionale, edhe pse për momentin kjo analiza mbetet më shumë në nivel të jashtëm ose sipërfaqësor, ndërsa dita ecën. Një katror i Merkurit me Saturnin mund të sjellë situata që të bëjnë të ndihesh pak të frustruar ose të bllokuar. Tensionet mund të lidhen me dallime në vlera, pikpamje dhe qasje. Brenda teje mund të lindin konflikte kur ndihesh i ndarë mes dëshirës për të marrë një hap të guximshëm dhe qëndrimit tek ajo që di dhe e njeh, nëse të tjerët duken sikur duan të sfidojnë ose të tregojnë se ke gabim. Përgjigjja me sinqeritet dhe drejtësi mund të ndihmojë të ndihesh më mirë me veten. Edhe pse gjithmonë ka diçka për të mësuar nga gabimet ose kritikat konstruktive, në fund të fundit, ajo që ka rëndësi është ajo që ndjen se është e drejtë për ty. Qëndrimi i qetë dhe përqendruar mund të ndihmojë të përpunosh situatat dhe të marrësh vendimet më të mira. Kjo është një ditë që kërkon reflektim të brendshëm, durim dhe përpjekje për të qëndruar i qetë përballë sfidave emocionale dhe pengesave të jashtme. Shigjetari, sot njerëzit mund të mos arrijnë të prekin çështjet më të thella me ty, shigjetar, pasi mund të jesh pak i rezervuar dhe të mos duash të hapesh mbi çështje personale për momentin. Për momentin, ndjek një qasje të moderuar dhe të balancuar ndaj jetës, duke u përqendruar më shumë tek detyrat e përditshme dhe harmoninë e përgjithshme. Ndërsa dita avancon, mund të ndodhë që një ide ose plan nuk po ecën sipas pritshmërive, ose të tjerët nuk po dëgjojnë pikpamjen tënde, gjë që mund të bëjë të ndihesh të frustruar. Është e rëndësishme të mos harxhosh energji duke u shqetësuar për të ardhmen ose duke u ndier fajtore për të kaluarën. Po ashtu, shmangja e informacionit që mund të vijë në një formë jo të këndshme nuk është strategjia më e mirë. Edhe kritikat ose feedbacku mund të ndihmojnë, për sa kohë që nuk i merr gjithçka personalisht. Sot mund të vëresh zona të cenueshme në jetën tënde, dhe mënyra më e mirë për të përballur me to është të punosh për t'i forcuar. Fokusohu tek përmirësimi i vetes dhe vendosja e bazave të forta për të ardhmen do të sjellë stabilitet dhe qetësi. Britsjapi, në fillim të ditës, njerëzit mund të jenë të interesuar të ndajnë idetë dhe mendimet e tyre me ty, Britsjap, por ti mund të jesh pak tërhequr dhe të mbash disa gjëra për vete për momentin. Ndërsa dita ecën, një katror i Merkurit me Saturnin thekson anët negative të situatave, duke i bërë sfidat më të dukshme. Është më mirë të mos marrësh vendime në ndikimin e shqetësimeve, përveç nëse është absolutisht e nevojshme. Këto ditë kërkojnë hapësirë emocionale dhe qetësi për të reflektuar mbi mendimet dhe ndjenjat e tua. Mund të ndihesh pak i pasigurt për komentet e fundit ose për hapjen që ke treguar, dhe të përjetosh ndjenja pendimi ose frike se ndoshta ke zbuluar shumë ose se të tjerët nuk janë të interesuar. Është e rëndësishme të mos lejosh që pasiguria të drejtojë, sepse mund të egzagerosh situatat më tepër se sa duhet. Një projekt mund të ndalet përkohësisht, ose një keqkuptim mund të sjellë një vonesë të pakëndshme. Megjithatë, kjo vonesë mund të jetë e dobishme, pasi të jep mundësinë të gjesh një plan më të mirë dhe më efektiv. Nëse përballesh me kritika nga të tjerët, është më e mençur të shikosh brenda vetes dhe të lejoj që urtësia jote të dalë në pa. Sot është një ditë për reflektim, kujdes dhe përdorim të energjisë tënde për të bërë zgjedhje të menduara dhe të qëndrueshme. Ujori, transditet e sotme të inkurajojnë një qasje të moderuar, ujor. Je i prirur të analizosh dhe të shqyrtosh situatat që lidhen me dashurinë dhe miqësinë, duke u përpjekur të kuptosh më mirë nevojat e tua dhe të tjerëve. Megjithatë, ndërsa dita avancon, bëhet më e lehtë të vësh re mangësitë ose dobësitë e një situate, pasi Merkuri lëviz drejt një katrori me Saturnin. Edhe pse kjo mund të duket disi zhgënjyese, të vendos në pozitë për të punuar mbi zonat problematike dhe për të forcuar planet e tua. Një rënje e përkohshme e besimit mund të sjellë mendime negative, por është më mirë të mësosh nga ky moment se sa të ngelesh i bllokuar në të.
mund të shfaqen tensione në jetën sociale ose romantike, veçanërisht nëse pohas teknikalitete ose vështirësi praktike. Realiteti i kostove ose pengesat dhe vonesat mund të frustrojnë përkohësisht, por ato gjithashtu ofrojnë mundësinë për të rishikuar qëllimet dhe planet e tua. Ky proces i reflektimit dhe rregullimit është shumë i dobishëm dhe mund të ndihmojë të arrish vendime më të qëndrueshme dhe të menduara mirë. Sot është një ditë për vëmendje, reflektim dhe për të përdorur sfidat si një mundësi për të forcuar planet dhe marrëdhëniet e tua. Peshqit në fillim të ditës preferon të vëzhgosh më shumë se sa të veprosh menjëherë. Peshq, je i prirur të strategjosh dhe të analizosh situatat, duke kërkuar mënyra të mençura për të vepruar. Sot është më e lehtë se zakonisht të gjesh një rrugë të mesme dhe të balancuar në situata të ndryshme. Megjithatë, ndërsa dita avancon, një katror i Merkurit me Saturnin mund të sjellë një përballje me realitetin ose një zhgënjim të vogël, shpesh lidhur me një problem që ka potencial të zgjidhet. Kjo është një mundësi për të bërë korrigjime dhe për të forcuar situatën tënde. Identifiko mënyrat se si mund të kufizosh progresin tënd pa e kuptuar. Dhe prano kritikën konstruktive që mund të vijë si një mjet për të përmirësuar gjërat. Në fund të fundit, ajo që ka më shumë rëndësi është ajo që ti beson se është e drejtë, prandaj mos lejo që opinionet e të tjerëve të tejkalojnë urtësinë tënde të brendshme. Pasiguria mund të sjellë reflektim të dobishëm. Merr kohën për të vlerësuar përparësitë dhe disavantazhet, shqyrto të gjitha opsionet dhe pastaj ndërmerr një plan hap pas hapi për të bërë përmirësime. Kjo është një ditë që kërkon durim, analizë dhe vendosmëri për të përmirësuar situatat dhe marrëdhëniet e tua.